I dashur pasarikat, familje të dëshmorëve, deputet të Vendit të Republikës së Kosovës, të nderuar zonja presidente, nderuar kryeministër i Republikës, zëvendës kryeministra e ministra të kabinetit qeveritar, shkëlqësia ambasador dhe përfaqësues të shteteve mike, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Në marsin e vitit 1998, në Prekaz, shtëpia jashtëre ishte si shtëpitë e tjera në Kosovë. Një orë i zakonshëm, mure të ngritura me shumë mund. Një prag që hapej mbyllej çdo ditë, për fëmijë që hynin e dilnin, gra e bura që mbanin familjen dhe shtëpinë. Në argimin e 5 marsit, forca të shumta policore dhe ushtarake serbe izoluan fshatin. Zuan pozicione me mjete të blinduara dhe artilleri të rëndë. Një aparat të tërë shtetëror dune u përqendrua para familjes Jashari. Shtëpia u rrethua, rrugët u bllokuan, lëvizja u ndërprej. Komandante Adem Jashari dhe gjithë Jasharët atë e dinin se çfarë kishte ardhur. Shtëpia që deri dje ishte e zakonshme u kthye në qendër të një ngjarjeje që ndryshoi historinë. Në 30 luftime, e gjithë historia e Kosovës kaloi përmes Jasharëve dhe qëndresës së tyre, përmes vendosmërisë për të mos u larguar nga toka e tyre. Ata morën mbi vete barën më të rëndë të kokës, një detyrë të vështirë, por shumë të rëndë. Në atë shtëpi ishin Adem Jashari dhe Hamza Jashari, prindrit Shabane Zahide, gratë dhe fëmijët, të gjithë bashkë, krah për krah, të vetëdijshëm për atë që po vente. Askush nuk u largua. Gra dhe bura luftuan e qëndruan. Çdo dhomë, çdo obor u kthye në vijë mbrojtje. Çdo shpërthim dhe çdo krizmë u bë betejë për liri. Lufta atyre 3 ditëve nuk ishte vetëm për një familje, ishte për një popull që kërkonte të mos gëzohej, të mos nënshtrohej. Në fund të atyre 3 ditëve u vranë të moshuar që kishin parë shumë. Bura e gra në moshën e forcës, por edhe fëmijë që sapo kishin nisur jetën. Sakrifica e tyre mbeti jo vetëm dhimbje, por themeli i kujtesës dhe i qëndresës së kombit tonë. Një vajzë e vogël pa gjithçka. Dëgjoi jemonën e shpërtimeve dhe pa luftime që përfshin vendin. Besarta Jashari arriti të mbjetoj duke u bërë dëshmitare e parë sakrificës dhe dhimbjes, por edhe e krenarisë dhe forcës mbarkombëtare që lindin nga ajo ngjarje. Forcat okupatore që urdhëruan sulmin nuk kenë menduar se mbyllën një boatë të rezistence. Por në vërtet, ata vetëm hapën një kapitull që nuk do të mbyllej kurrë. Pas Prekazit, ushtria qeveritare e Kosovës nuk ishte më një strukturë shpërndar, ajo u bë një realitet i pakthyeshëm, edhe lufta, edhe qëllimi morën një formë tjetër, por shumë e qartë. Epopeja UÇK-s 5, 6 dhe 7 mars 1998 nuk është vetëm një ngjarje. Ajo është një mesazh i përjetshëm, qëndrimi i guximshëm, sakrifica, vendosmëria dhe dashuria për liri mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Prekazi u bë simbol i një populli që nuk pranon të dorëzohet. Të nderuar të pranishëm, Prekazi është një vend konkret në fakt. Por në mars të vitit 98 ai u bë